Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u ka bërë thirrje Iranit dhe Izraelit që të arrijnë një marrëveshje paqeje, ndërsa në mesazhin e tij ka përmendur edhe rastin e Kosovës dhe Serbisë si shembull të suksesit të tij në diplomaci. Në një postim në platformën e tij, Truth Social, Trump ka deklaruar se i gjatë mandatit të tij të parë kishte ndaluar një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë, që sipas tij ishte gati të shpërthente në luftë. Irani dhe Izraeli duhet të bëjnë një marrëveshje dhe do ta bëjnë një marrëveshje, ashtu siç e bëra unë Indin dhe Pakistanin të arrijnë një marrëveshje. Gjithashtu i gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova ishin duke e përshkallëzuar situatën me intensitet dhe ky konflikt i vjetër ishte gati të shpërthente në luftë. Unë ndala. Biden e ka dëmtuar perspektivën afatgjatë me disa vendime të këqija, por unë do ta rregulloj përsëri, shkroi Trumpi. Ai përmendi gjithashtu ndërhyrjen e tij për të ulur tensionet midis Egjiptit dhe Etiopisë për çështjen e digës në lumin Nil. Në përfundim të tij, Trump tha se po zhvillon shumë telefonata dhe takime për të arritur paqe mes Izraelit dhe Iranit. Do të kemi paqe së shpejti midis Izraelit dhe Iranit, të bëj shumë dhe nuk marr kur merita për asgjë. Por është okay, populli e kupton. Bëj lindjen e mesme të madhe përsëri, shkroi Trumpi. Këto deklaratat të tij vinë në një kohë kur tensionet mes Izraelit dhe Iranit janë përshkallëzuar për të tretën ditë radhasi me kërcënime të ndërsjellta për përdorim të forcës edhe më të madhe.